Ai ishte një biznesmen i suksesshëm, i rrethuar nga luks, prestigj dhe një bashkëshorte që dukej e përsosur. Por mjaftoi një dyshim i heshtur për të ndezur shkëmbijën e një plani të guximshëm, të shtirej sikur humbi kujtesën. Ajo që dukej si një simulim i thjesht zbulon një rrjet të errët manipulimi, izolimi dhe tradhtie. Por ai nuk ishte aq i pambrojtur sa ajo mendonte, dhe e vërteta, e regjistruar fshehurazi, do të dilte në dri. Para se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Ardian Berisha gjithmonë kishte besuar se jeta i kishte dhënë gjithçka që një burr mund të dëshironte. Në moshën 52 vjeçare, ai drejtonte një perandori biznesi që kishte filluar me një zyrë të vogël kontabiliteti në qendër të Tiranës dhe ishte shndërruar në një kompani holding me investime në teknologji, pasuri të paluajtshme dhe energji të rinovueshme. Kullat e gjamta që strehonin kompanitë e tij në lagjen financiare të bllokut ishin vetëm fytyra e dukshme e një pasurie të ndërtuar me 3 dekada punë të palodhur. Por ajo që e bënte Ardianin të ndihej vërtet i plotësuar nuk ishin shifrat mbresëlënëse në llogaritë e tij bankare. Ishte Elira. Gruaja e tij 28 vjeçare, me flokë gështenjë të mëndafsh që shkëlqenin në dritë, sy jeshil që dukeshin se ruanin sekrete të ëmbla dhe një buzëqeshje që ende arrinte t'ia përshpejtonte rrahjet e zemrës edhe pas 5 vitesh martesë. Ajo ishte 15 vjet më e re, por kjo kur nuk kishte qenë një problem për ta. Të paktën kështu besonte Ardiani. Apartamenti luksos në zonën e liçenit artificial ku ata jetonin ishte një pasqyrim i përsosur i jetës që kishin ndërtuar së bashku. Kopshte të përsosura të kuruara nga profesionistë, një pishin me pamje nga qyteti, mobilje me dizajn firmato dhe vepra arti të zgjedhura me kujdes. Elira kishte shije të mirë, dinte t'i priste mysafiret me elegancë dhe plotësonte në mënyrë të përsosur imazhin e suksesit që Ardiani kishte kultivuar ndër vite. Në mëngjeset me diell të së shtunës, ata zakonisht hanin mëngjesin në verandë, duke shfletuar revista dhe duke planifikuar udhëtime. Ardiani vëzhgonte Elirën duke lexuar për modën dhe dekorin, gishtat e saj delikat duke kthyer faqet dhe ndihej njeriu më me fat në boll. Ajo e thërriste dashuri, mbështeste vendimet e tij të biznesit dhe gjithmonë dukej sinqerisht e interesuar për projektet e tij. Por diçka filloi të ndryshonte muajt e fundit. Ardiani nuk arrinte ta përcaktonte saktësisht se çfarë ishte, por ndihej sikur po e shihte jetën e tij nga jashtë, si një spektator që vëren detaje që më parë i kishin shpëtuar. Ndryshimet ishin delikate, pothuajse të padukshme, por ato ishin aty. Së pari ishin telefonatat. Elira gjithmonë kishte qenë diskrete, por tani bisedat e saj në telefon dukeshin edhe më të rezervuara. Kur Ardiani hynte në dhomën ku ajo po fliste, ajo e mbyllte shpejt telefonatën me justifikime të paqarta për shoqe apo angazhime shoqërore. Njëherë, ai e pyeti kush e kishte marrë në telefon, dhe ajo u përgjigj se ishte Marina, një shoqe nga koha e fakultetit. Ardiani e njihte Marinën, kishin ndarkuar së bashku disa herë, dhe i dukej e çuditshme që Elira nuk përmendi asgjë për planet e saj me të më pas. Pastaj erdhën mungesat. Elira gjithmonë kishte qenë e pavarur, kishte aktivitetet e saj, kurset e saj të artit, pasditet e saj në spa. Ardiani e respektonte këtë dhe madje e admironte faktin që ajo kishte jetën e saj. Por së fundmi, daljet e saj dukeshin më të shpeshta dhe më pak të shpjeguara. Do të zgjidh disa gjëra, thoshte ajo, duke e puthur shpejt në ball para se të dilte. Kur ai e pyeste se çfarë lloj gjërash, ajo buzëqeshte dhe përgjigjej në mënyrë evazive, asgjë të madhe, çështje personale. Ajo që e shqetësonte më shumë Ardianin, megjithatë, ishte diçka edhe më e vështirë për t'u përcaktuar. Ishte sikur Elira po luante rolin e gruas së dashur, në vend që thjesht të ishte një grua e dashur. Gjestet e saj të dashurisë dukeshin të llogaritura, buzëqeshjet e saj vinin një sekond me vonesë, dhe të duart e saj tingëllonin të mësuara përmendësh. Ishte sikur ajo ishte gjithmonë paksa e shkëputur, e pranishme fizikisht, por mendërisht diku tjetër. Një natë, Ardiani u zgjua në mes të natës dhe vuri re se Elira nuk ishte në shtrat. U ngriti shqetësuar dhe e gjeti në zyrë duke përdorur kompjuterin e tij. Ekrani u fik sapo ajo e pa atë në derë dhe ajo shpjegoi se nuk e zinte gjumi dhe po lundronte në rrjetet sociale. Por Ardiani vuri re se ajo dukej e tensionuar, pothuajse fajtore, sikur ishte kapur duke bërë diçka që nuk duhej. Ishte javën pasuese që Ardiani mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka.
Ishte në zyrën e tij, duke parë nga dritarja lëvizjen frenetike të bulevardit dëshmorët e kombit, kur kuptoi se i duheshin përgjigje. Pasiguria po ja konsumonte paqen e shpirtit në një mënyrë që sfidat më të mëdha të biznesit nuk e kishin arritur kurrë. Ardiani mendoi ta konfrontonte Elirën drejt për drejt, por diçka e pengonte. Ndoshta ishte frika se mos ishte gabim, se mos shkatëronte diçka të mirë për shkak të paranojës së pabazuar. Ndoshta ishte frika se mos kishte të drejtë, se mos zbulonte se gruaja që donte nuk ishte ajo që ai mendonte se ishte. Sido që të ishte, ai duhej ta dinte të vërtetën, dhe duhej ta dinte në një mënyrë që nuk linte vend për dyshime. Atëherë ju kujtua Marko Dide, një hetues privat që e kishte takuar në një konferencë për sigurinë korporative disa vite më parë. Marku ishte diskret, profesionist dhe kishte një reputacion të patëmedh. Ardiani hezitoi për një javë të tërë para se më në fund të thërriste numrin që kishte ruajtur në agjendën e tij. Takimi u zhvillua në një kafe diskrete në zonën e Pazarit të Ri, larg qarqeve shoqërore dhe profesionale të Ardianit. Marku ishte një burr me pamje të zakonshme, lloji i personit që do të kalonte pa u vënë re në çdo turm, një cilësi thelbësore në profesionin e tij. Ai e dëgjoi Ardianin të shpjegonte dyshimet e tij pa treguar gjykim, vetëm duke bërë pyetje praktike dhe duke mbajtur shënime në një blok të vogël. Zoti Berisha, tha Marku kur Ardiani mbaroi së foluri, e kuptoi plotësisht situatën tuaj. Këto hetime janë gjithmonë delikate, veçanërisht kur përfshin marrëdhënie intime. Do të jemi sinqert me ju, në raste si ky, ose gjejmë prova të qarta se dyshimet tuaja janë të pabaza, gjë që do t'ju sjell paqe shpirtërore, ose gjejmë shenja se diçka vërtet nuk është në rregull. Jeni i përgatitur për secilën nga këto dy mundësi? Ardiani mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Më duhet ta di të vërtetën, Mark. Cila do qoftë ajo. Javët në vijim ishin një torturë e heshtur për Ardianin. Ai mbante rutinën e tij normale, e trajtonte Elirën me të njëjtën vëmendje si gjithmonë, merrte pjesë në darkat shoqërore dhe mbledhjet e biznesit sikur asgjë të mos kishte ndryshuar. Por brenda vetes, çdo gjest i saj, çdo fjalë, çdo shikim analizohej në një lente dyshimi që ai e urrente ta mbante. Elira, nga ana e saj, dukej plotësisht e pavetëdijshme për dyshimet e burrit të saj. Vazhdonte të ishte e dashur, e vëmendshme, e interesuar për çështjet e tij. Nëse po fshihte diçka, ishte një aktore e jashtëzakonshme. Kjo vetëm sa e shtonte ankthin e Ardianit, i cili filloi të vinte në dyshim shëndetin e tij mendor. 3 javë pas punësimit, Marku kërkoi një takim të ri. Këtë herë u takuan në një restorant japonez në zonën e ish stacionit të trenit, në fund të pasdites së një trenj teje me shi. Ardiani mbërriti i pari dhe zgjodhi një tavolinë në fund, larg veshëve kureshtar. Marku mbërriti saktësisht në orën 6, e përshëndeti Ardianin me një tundje koke dhe u ul përballë tij. Shpreha e tij ishte serioze, por jo domosdoshmërisht e rëndë. Kërkoi një çaj jeshil dhe priti që Ardiani të bënte të njëjtën gjë para se të fillonte të fliste. Zoti Berisha, e përfundova hetimin që më kërkuat. Duhet të them se ishte një rast interesant, por jo në mënyrën që ndoshta prisnin. Marku hapi një dosje diskrete dhe nxori disa flet letre. Gjeta disa mos përputhje në sjelljen e gruas suaj, është e vërtetë. Orar që nuk përputhen, telefonata për numra që ajo nuk i ka zbuluar, takime që nuk janë përmendur. Por asgjë që përbën domosdoshmërisht një tradhti apo diçka të tillë. Ardiani ndjeu një përzierje lehtësimi dhe frustrimi. Çfarë doni të thoni saktësisht? Dua të them se ka element të dyshimt, por jo përfundimtar. Për shembull, gruaja juaj është takuar 3 herë me një burr të quajtur Ricard Aliu, gjithmonë në kafene ose vende publike. Ai duket të jetë midis 40 e 45 vjeç, i veshur mirë, ndoshta biznesmen ose profesionist i lirë. Bisedat zgjasnin rreth 1 orë, ishin qartësisht serioze, por nuk kishin pamje romantike. Marku ktheu një nga faqet dhe vazhdoi. Ajo gjithashtu ka bërë disa telefonata në një zyrë avokatie të specializuar në të drejtën tregtare, por kjo mund të ketë shpjegime të pafajshme. Ndoshta po planifikon një surprizë për ju, ndonjë investim të përbashkët, ose thjesht po kërkon këshillim për çështje financiare personale. Ardiani thithte çdo fjalë, duke u përpjekur të formonte një tablo koherente. Po telefonatat misterioze? Shumica ishin për këtë Ricardin dhe për zyrën e avokatisë që përmenda. Disa për një kompani sigurimesh, të tjera për një konsulent financiar.
Asgjë që është domosdoshmërisht shqetësuese, por padyshim aktivitete që ajo ka zgjedhur të mos i ndaj me ju. Hetuesi i ruajti letrat dhe e shikoi drejt e në sy Ardianin. Mendimi im profesional, zoti Berisha, është se gruaja juaj është e përfshirë në një lloj planifikimi apo projekti që ka zgjedhur ta mbajë sekret. Mund të jetë diçka e dobishme, mund të jetë diçka neutrale, ose mund të jetë diçka që justifikon shqetësimet tuaja. Fatkeqësisht, pa prova më konkrete, nuk mund t'ju jap një përgjigje përfundimtare. Ardiani pagoi faturën dhe falenderoi Markun për punën e tij, por doli nga restoranti më i hutuar se kur kishte hyrë. Informacionet ishin të mjaftueshme për t'i mbajtur gjallë dyshimet e tij, por të pamjaftueshme për të justifikuar një konfrontim të drejtpërdrejtë. Ai kishte nevojë për një strategji tjetër, diçka që do t'i lejonte të zbulonte të vërtetën pa e alarmuar Elirën për dyshimet e tij. Ishte gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, i bllokuar në trafikun e bulevardit Dëshmorët e Kombit, që ideja i lindi në mendje si një rrufe. Ishte e rrezikshme, dramatike dhe kërkonte një aktrim bindës, por mund të ishte çelësi për të zbuluar qëllimet e vërteta të gruas së tij. Nëse Elira e donte sinqerisht, reagimi i saj do të ishte i kujdesit dhe mbrojtjes. Nëse ajo kishte motive të tjera për të qenë pranë tij, kjo situatë do të zbulonte natyrën e saj të vërtetë. Ardiani buzëqeshi për herë të parë pas disa javësh. Nuk ishte një buzëqeshje gëzimi, por vendosmërie. Ai do të shtirej se kishte humbur kujtesën e 5 viteve të fundit, pikërisht periudha që përfshinte të gjithë marrëdhënien e tij me Elirën. Do të ishte si të shikoje një film për të cilin njihte vetëm gjysmën e skenarit, por më në fund do të kishte mundësinë të shihte se si do të përfundonte vërtet historia. Atë natë, Ardiani e përqafoi Elirën me një butësi që ajo nuk e kishte ndjerë prej muajsh. Ajo ja ktheu përqafimin dhe për një moment ai gati hoqi dorë nga plani i tij. Ndoshta ishte gabim. Ndoshta dyshimet e tij ishin vetëm fryt i pasigurisë dhe xhelozisë së pabazuar. Por kur ajo u largua për t'iu përgjigjur një telefonate që tha se ishte urgjente, Ardiani kuptoi se duhej të shkonte deri në fund. E vërteta, cila do qoftë ajo, ishte më e mirë se pasiguria që po ja gëryente shpirtin. Zbatimi i planit kërkonte kujdes dhe saktësi kirurgjikale. Ardiani nuk mund të zgjohej thjesht një ditë duke u shtirur se nuk mbante mend asgjë. Një amnezi bindëse kishte nevojë për besueshmëri mjekësore dhe për këtë, ai kishte nevojë për një aleat të besueshëm në fushën e shëndetësisë. Për fat, e njihte personin e duhur. Dr. Henrik Kadiu ishte neurolog prej më shumë se 20 vjetësh dhe mik personal i Ardianit që nga koha e fakultetit. Ata kishin studiuar së bashku në Universitetin e Tiranës, megjithse në degë të ndryshme. Ardiani kishte ndjekur administrimin ndërsa Henriku mjekësinë. Por misia i kishte rezistuar kohës dhe trajektoreve të ndryshme profesionale. Henriku ishte një nga të paktët njerëz të cilit Ardiani i besonte plotësisht, dikush me të cilin mund të ishte plotësisht i sinqertë. Klinika e Henrikut ndodhej në një ndërtesë elegante në zonën e bllokut, një ambient që kombinonte sofistikimin mjekësor me komoditetin e nevojshëm për të shërbyer një klientelë kërkuese. Ardiani caktoi një takim për një të premte pasdite, duke pretenduar dhimbje koke të përsëritura që po e shqetësonin Elirën. Nuk ishte një gënjeshtër e plot, tensionet e muajve të fundit vërtet i kishin shkaktuar disa dhimbje koke. Kur arriti në klinik, Ardiani u prit me buzëqeshjen e zakonshme të ngrohtë të Henrikut. Mjeku ishte një burr i gjatë, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë të përsosur, që rrezatonte kompetencën e qetë të dikujt që ja kishte kushtuar jetën ndihmës së njerëzve. Tavolina e tij ishte e organizuar me saktësinë tipike të një profesionisti të përpikt, me diploma në mure që dëshmonin dekada studimi dhe specializimi. Ardian, miku im, e përshëndeti Henriku, duke i zgjatur dorën. Sa kohë? Si është Elira? Dhe bizneset? Henrik, duhet të flas me ty për diçka shumë delikate, u përgjigj Ardiani, duke anashkaluar mirësjelljet e zakonshme. Shpreha e tij serioze bëri që mjeku të rrudhte vetullat. Sigurisht, ulu. Çfarë po ndodh? Ardiani shpjegoi të gjithë situatën. Dyshimet për Elirën, hetimi i papërfunduar dhe më në fund, plani që kishte hartuar për të zbuluar të vërtetën. Henriku dëgjoi në heshtje, her pas here duke bërë pyetje të sakta, shpreha e tij duke u bërë gjithnjë e më e shqetësuar. Ardian, je i sigurt që kjo është ajo që do të bësh? Të shtireshe për një gjendje neurologjike është diçka jashtëzakonisht e rrezikshme, si ligjërisht ashtu edhe personalisht.
Nëse kjo del në shesh, mund të shkatërrojë jo vetëm martesën tënde, por edhe reputacionin tënd profesional. I di rreziqet, Henrik. Por nuk mund të vazhdoj të jetoj me këto dyshime. Më duhet të di nëse gruaja me të cilën ndaj jetën më do për atë që jam, apo nëse po manipulohem. Ardiani mori frymë thellë. Nëse ajo më do vërtet, do të kujdeset për mua. Nëse ka interesa të tjera, kjo situatë do të zbuloj natyrën e saj të vërtetë. Henriku qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke trokitur me gishta mbi tavolinë. Më në fund, shërtiu. Mirë. Do të ndihmoj. Por me kushte. Së pari, do të vendosim një protokoll mjekësor real. Do të bësh të gjitha ekzaminimet e nevojshme për të përjashtuar çdo problem të vërtet neurologjik. Së dyti, do të mbajmë kontakt të vazhdueshëm. Në shenjën më të vogël se gjërat po dalin jashtë kontrollit, e mbyllim farsën menjëherë. Së treti, duhet të kuptosh se kjo mund të mos funksionojë. Elira mund të telefonojë thjesht një mjek të dytë, ose të dyshoj për diçka. I kuptoj të gjitha rreziqet. Dhe i pranoj kushtet e tua. Atëherë le ta planifikojmë këtë siç duhet. Të dy kaluan 2 orët e ardhshme duke përpunuar çdo detaj. Henriku shpjegoi se një amnezi retrograde fokale, që prek specifikisht 5 vitet e fundit, megjithse e rrallë, ishte e mundur nga ana mjekësore. Mund të rezultonte nga një traumë në kokë, një goditje e lehtë në tru, apo edhe ngjarje stresi ekstrem. Më e rëndësishmja ishte që Ardiani të mbante qëndrueshmëri në aktrimin e tij. Disa kujtime duhej të mbeteshin të paprekura për ta bërë gjendjen të besueshme. Ti do të kujtosh se kush je, fëmijërinë tënde, karrierën tënde deri afërsisht në vitin 2019. Por gjithçka që lidhet me marrëdhënien tënde me Elirën, blerjen e apartamentit aktual, disa investime të fundit, e gjithë kjo do të duhet të zhduket nga kujtesa jote e ndërgjegjshme, shpjegoi Henriku. Personi me amnezi zakonisht është i hutuar, por jo domosdoshmërisht i paaftë. Mund të funksionosh normalisht në shumicën e situatave, vetëm me boshllëqe specifike. Ardiani thithi çdo udhëzim. Henriku gjithashtu e udhëzoi se si të reagonte ndaj stimujve të ndryshëm, si të tregonte konfuzion të përshtatshëm pa e egzageruar, dhe si të përballej me situata që mund të komprometonin skenën. Do të bëjmë kështu, propozoi Henriku. Javën tjetër, ti do të vish këtu për ekzaminime rutinë. Do t'i dokumentoj të gjitha, do të krijoj një histori mjekësore që justifikon shqetësimin ton për probleme të mundshme neurologjike. Pastaj, në fund të javës pasuese, ti do të fiksosh në shtëpi. Elira do të thëras një ambulancë, ti do të sillesh në spitalin ku unë kam privilegje, dhe unë do të drejtoj të gjithë procesin mjekësor. Po mjekët e tjerë? Nuk do të dyshojnë? Do të përfshi vetëm njerëz të besimit tim absolut. Një rezident që punon me mua prej vitesh dhe një infermiere që është pothuajse si familje. Ata do ta kuptojnë situatën dhe do të bashkëpunojnë në mënyrë diskrete. Ardiani doli nga klinika duke u ndjerë njëkohësisht i lehtësuar dhe i shqetësuar. Plani po merrte formë, por madhësia e asaj që ishte gati të bënte filloi të rëndonte mbi supet e tij. Po vinte në bast fjalë për fjalë martesën e tij dhe ndoshta shumë më tepër, në një skenë që mund të zbulonte të vërtetën, po aq sa mund të shkatëronte çdo shans për lumturi që ende i kishte mbetur në jetë. Gjatë javës pasuese, Ardiani u soll në mënyrë krejtësisht normale. Mori pjesë në mbledhje biznesi, darkoi me Elirën, mbajti rutinën e tij shoqërore. Por brenda vetes, po bënte prova. Kalonte orë të tëra duke imagjinuar se si do të reagonte në situata të ndryshme, si do të shprehte konfuzion pa u dukur i dyshim, si do të mbante qëndrueshmëri në humbjen e tij të supozuar të kujtesës. Të mërkurën bëri ekzaminimet e kërkuara nga Henriku. Rezonancë magnetike, tomografi të kompjuterizuar, analiza të plota gjaku. Gjithçka për të krijuar një regjistër mjekësor që justifikonte shqetësimin për shëndetin e tij neurologjik. Rezultatet sigurisht ishin normale, por u dokumentuan në dosjen që Henriku po ndërtonte. Elira tregoi interes të moderuar për ekzaminime. Pyeti nëse gjithçka ishte në rregull, nëse kishte ndonjë arsye specifike për serinë e testeve. Ardiani shpjegoi se ishin ekzaminime rutinë të rekomanduara për burrat e moshës së tij, veçanërisht duke pasur parasysh stresin e punës. Ajo e pranoi shpjegimin pa pyetur shumë, gjë që në një farë mënyre e zhgënjeu Ardianin. Një grua vërtet e shqetësuar nuk do të kishte këmbëngulur për më shumë detaje? Të premten pasuese, erdhi dita e caktuar.
Ardiani u zgjua herët, hëngri mëngjes me Elirën, u sol normalisht gjatë gjithë mëngjesit. Në orën 2 pasdite, duke ndjekur skenarin e provuar me Henrikun, filloi të ankojë për një dhimbje koke intensive. Elira sugjeroi që të merrte një qetësues dhe të pushonte pak. Është ndryshe nga herët e tjera, tha Ardiani, duke shtypur tëmthat me gishta. Është sikur diçka po më godet brenda kokës. Rreth orës 4 pasdite, Ardiani ishte në zyrën e shtëpisë kur ekzekutoi pjesën më të rrezikshme të planit. Thiri emrin e Elirës dhe u la të binte në dysheme, duke u kujdesur që të mos lëndohej vërtet. Zhurma e trupit që goditi dyshemen ishte mjaft e lartë për të dëgjuar në katin e poshtëm. Elira u ngjit me vrap, e ndjekur nga Marta, pastruesja që punonte në shtëpi prej më shumë se 10 vitesh. Gjetën Ardianin të shtrirë pranë tavolinës, me sa duket pa ndjenja. Elira u gjunjëzua pranë tij, i kontrolloi pulsin, e thiri në emër disa herë. Ardiani mbajti sytë mbyllur duke marrë frymë në mënyrë të parregull, ashtu siç ishte ushtruar. Marta, thirr një ambulancë. Tani, bërtiti Elira, zëri i saj i mbushur me panik. Ambulanca mbërriti pas 15 minutash. Ardiani u transportua në spitalin amerikan, ku Henriku tashmë po priste. Gjatë rrugës, Ardiani mbajti një gjendje gjysmë të ndërgjegjshme, duke ju përgjigjur stimujve bazë, por duke u dukur thellësisht i hutuar. Në spital, Henriku e mori rastin personalisht. Kreu një sër ekzaminimesh, të gjitha të planifikuara më parë, ndërsa Elira priste në dhomën e pritjes. Në orën 8 të mbrëmjes, Henriku doli për të folur me të. Elira, Ardiani është stabil tani. Ai e ka rifituar ndërgjegjen, por jemi të shqetësuar për disa çështje neurologjike. Do të doja të flisnit me mua privatisht para se ta shihni. Ata u drejtuan për në zyrën mjekësore në spital. Henriku shpjegoi situatën në mënyrë të kujdesshme dhe bindëse. Ardiani ka pësuar atë që ne e quajmë amnezi retrograde fokale. Është një gjendje e rrallë, por e dokumentuar në literaturën mjekësore. Ai kujton se kush është fëmijërinë e tij, pjesën më të madhe të jetës së tij profesionale, por ka humbur plotësisht kujtimet e 5 viteve të fundit. Nuk kujton që jeni martuar, shtëpinë ku jetoni tani, ngjarjet e rëndësishme të kësaj periudhe. Elira u zbe. A është e përhershme? Nuk e dim ende. Mund të jetë e përkohshme, por mund të jetë edhe e përhershme. Do ta monitorojmë nga afër, do të bëjmë më shumë ekzaminime, do të provojmë disa teknika të stimulimit të kujtesës. Por për momentin, duhet të jeni e përgatitur për faktin se ai nuk kujton asgjë për marrëdhënien tuaj. Reagimi i Elirës ishte interesant për t'u vëzhguar. Së pari, tregoi shok të vërtetë. Pastaj, një shqetësim që dukej real. Por kishte diçka më shumë, diçka që ajo përpiqej ta fshite. Një lloj llogaritjeje mendore, sikur po vlerësonte me shpejtësi se çfarë do të thoshte kjo situatë për të. Mund ta shoh tani? Pyeti ajo. Po, por përgatituni. Ai mund të mos ju njoh. Ardiani ishte shtrirë në shtratin e spitalit, duke u dukur i dobët por i ndërgjegjshëm. Kur Elira hyri në dhomë, ai e shikoi sikur të ishte një e huaj. Shpreha e konfuzionit që ai tregoi ishte produkt i javëve të provave mendore. Më fal, tha Ardiani me zë të dobët, mjeku tha se ju jeni gruaja ime, por unë nuk ju mbaj mend. Më vjen shumë keq. Elira ju afrua shtratit, sytë e saj u mbushën me lodh. Ardian, jam unë, Elira. Jemi martuar prej 5 vitesh. Vërtet nuk më mban mend? Ardiani e studioi me kujdes, sikur po përpiqej të rikthente ndonjë kujtim të humbur. Jeni shumë e bukur, tha më në fund, dhe imagjinoj se duhet të kem rënë kokë e këmbë në dashuri me ju për t'u martuar. Por nuk arri të kujtoj asgjë. Është sikur këto vite thjesht nuk ekzistojnë në kujtesën time. Lotët e Elirës dukeshin të vërtetë, por Ardiani vuri re se ajo u përmblodh shpejt. Shumë shpejt përdik që sapo kishte zbuluar se burri i saj nuk e mbante mend ekzistencën e saj. Do ta kalojmë këtë së bashku, tha ajo, duke i kapur dorën. Do të ndihmoj të rikthesh kujtimet e tua. Kemi kaq shumë kujtime të bukura, kaq shumë momente të veçanta. Do të tregoj foto, do të tregoj histori, do të bëj që të kujtosh se si u dashuruam. Ardiani ja shtrëngoi lehtë dorën. Kjo do të ishte shumë e sjellshme nga ana juaj. Duhet të jetë e tmerrshme për ju të keni një burr që nuk mban mend as martesën e tij. E rëndësishme është që je gjallë dhe mirë.
pjesën tjetër do ta zbulojmë së bashku. Henriku u kthye në dhomë dhe shpjegoi se Ardiani mund të shkonte në shtëpi ditën tjetër, por do të kishte nevojë për kujdes të veçantë dhe pushim absolut. Gjithashtu rekomandoi që të shmangte situatat stresuese dhe të mos e sforconte kujtesën. Atë natë, Ardiani mbeti vetëm në dhomën e spitalit duke reflektuar mbi reagimin e Elirës. Kishte diçka në përgjigjen e saj që nuk përputhej plotësisht. Trishtimi dukej real, por kishte një përmbajtje, një ftohtësi delikate që ai nuk e priste nga një grua e shkatëruar nga amnezia e burrit të saj. Më intriguese ishte shpejtësia me të cilën ajo u përshtat me situatën. Një person vërtet i tronditur do të kishte qëndruar më gjatë në gjendje shoku, do të kishte bërë më shumë pyetje, do të kishte treguar më shumë dëshpërim. Elira, nga ana tjetër, kaloi shpejt në një mënyrë të zgjidhjes së problemeve, sikur tashmë po planifikonte se si të përballej me këtë realitet të ri. Ardiani buzëqeshi në errësirën e dhomës së spitalit. Plani po funksiononte më mirë se sa priste. Nëse Elira do të ishte gruaja e dashur që shtirej se ishte, do të ishte e shkatëruar, duke qarë, duke kërkuar mendime të dyta mjekësore, duke lëvizur qiejt dhe tokën për ta ndihmuar të rifitonte kujtesën. Në vend të kësaj, ajo dukej se po përshtatej me situatën me një lehtësi shqetësuese. Ditën tjetër, kur Elira erdhi për ta marrë, Ardiani vuri re se ajo ishte veshur në mënyrë veçanërisht të kujdesshme. Rroba elegante por konservatore, grim i lehtë, flokë të përsosur. Ishte sikur po përgatitej të luante rolin e gruas së devotshme për një audiencë. Gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, Elira foli për jetën që kishin ndërtuar së bashku. Tregoi për udhëtimet që kishin bërë, darkat e veçanta, momentet romantike. Ardiani dëgjonte gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje her pas here, por diçka në historitë e saj tingëllonte e mësuar përmendesh, sikur po recitonte një skenar të përgatitur. Kur arritën në apartament, Ardiani u shtir se u mahnit nga shtëpia. Ne jetojmë këtu? Është madhështore. E blem 3 vjet më parë, shpjegoi Elira. The se doje një vend ku mund t'i prisnim mirë miqtë tanë dhe të kishim privatësi në të njëjtën kohë. Ardiani kaloi nëpër dhoma sikur po i shihte për herë të parë. Dhe në aktrimin e tij i lejoi vetes të tregonte habi të vërtet me disa detaje që vërtet i kishte harruar, si një pikturë specifike në korridor apo rregullimi i mobiljeve në dhomën e ndenjes. Kam shije të shkëlqyer, bëri shaka, duke u përpjekur të mbante një ton të lehtë. Elira buzëqeshi, por Ardiani vuri re se buzëqeshja nuk i arriti në sy. Ne kemi shije të shkëlqyer. I zgjodhëm të gjitha së bashku. Marta, pastruesja, i priti me shqetësim të dukshëm. Ajo e njihte Ardianin prej shumë kohësh, që para se të njihte Elirën, dhe reagimi i saj ndaj amnezisë së supozuar dukej sinqerisht i tronditur. Zoti Ardian, si ndiheni? Pyeti ajo me familiaritetin e dikujt që e njihte prej vitesh. Pak i hutuar, të them të drejtën, Marta. Mjeku tha se ti punon këtu prej shumë kohësh. Më fal, por nuk e mbaj mend kur ke filluar. Marta e shikoi Elirën me një shprehje të çuditshme para se të përgjigjej. Unë punoj për ju prej më shumë se 10 vitesh, zotëri. Që para martesës suaj. Marta është kujdesur shumë mirë për ne gjatë gjithë këtyre viteve, ndërhyri Elira shpejt. Ajo është pothuajse si familje. Atë natë të parë në shtëpi, Ardiani e vëzhgoi Elirën me kujdes. Ajo ishte e vëmendshme, përgatiti një darkë të veçantë, i tregoi albume fotografish nga martesa. Por kishte diçka mekanike në përkushtimin e saj, sikur po përmbushte një protokoll në vend që të kujdesej spontanisht për burrin e sëmurë. Ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Ardianit ishte se si Elira mori shpejt kontrollin e situatës. Ajo vendosi që ai duhej të pushonte në dhomën e miqve për të mos u shqetësuar, organizoi medikamentet e tij, kontrolloi vizitat e tij, dhe madje sugjeroi se do të ishte më mirë nëse ai shmangte kontaktet profesionale derisa të ishte plotësisht i shëruar. Nuk duam që stresi i punës të pengojë shërimin tënd, tha ajo, duke futur celularin e tij të punës në një sirtar. Për momentin, më lër mua të kujdesem për gjithçka. Ardiani pranoi pasivisht, por brenda vetes u bë vigjilent. Një grua e shqetësuar do të kërkonte të normalizonte jetën e burrit të saj, jo ta izolonte plotësisht. Sjellja e Elirës sugjeronte një dëshirë për kontroll që shkonte përtej kujdesit mjekësor të nevojshëm. Atë natë, i shtrirë vetëm në dhomën e miqve, Ardiani reflektoi mbi orët e para të amnezisë së tij të supozuar. Reagimi i Elirës nuk ishte ai që ai do të priste nga një grua e dashur.
Ishte tepër e llogaritur, tepër kontrolluese, tepër e përshtatshme. Ai po fillonte të dyshonte se intuita e tij ishte e saktë dhe se ditët në vijim do të zbulonin aspektet e Elirës që ai kur nuk i kishte imagjinuar. Loja sapo kishte filluar dhe Ardiani ishte i vendosur ta luante deri në fund, pavarësisht se sa e dhimbshme mund të ishte e vërteta. Ditët në vijim zbuluan një faqe të re të Elirës që Ardiani nuk e kishte parë kurrë më parë. Ishte sikur amnezia të kishte çliruar diçka tek ajo, një nevojë për kontroll që më parë fshihej në shtresa sharmi dhe butësie. Ajo mori plotësisht përgjegjësinë për shërimin e tij, duke u bërë njëkohësisht infermiere, terapiste dhe kujdestare e kujtimeve të tij të humbura. Në javën e parë në shtëpi, Elira vendosi një rutinë të rrept për Ardianin. Mëngjesi në orën 8, medikamentet në 9, seanca terapie kujtese në 10, drek e lehtë në mesditë, pushim i detyrueshëm nga ora 2 deri në 4, një meze e lehtë në 5, darka në 7 dhe më shumë medikamente para gjumit. Çdo devijim nga kjo agjendë dekurajoi butësisht, por me vendosmëri. Doktor Henriku tha se struktura është thelbësore për shërimin neurologjik, shpjegonte ajo sa herë që Ardiani sugjeronte ndonjë ndryshim në rutinë. Duhet të jemi të disiplinuar nëse duam që kujtesa jote të kthehet. Ardiani vuri re se ajo gjithmonë e përmendte doktor Henrikun si autoritetin suprem, por çuditërisht kur nuk sugjeroi që ai të vizitonte mjekun për kontrolle pasuese. Kur Ardiani e pyeti për këtë, Elira u përgjigj se mendonte se ishte më mirë të mos e mbingarkonte me lëvizje të panevojshme, të paktën derisa të ishte më i fortë. Ishte gjatë javës së dytë që Elira filloi të prezantonte provat e jetës së tyre së bashku. Erdhi në shtëpi një pasdite me disa kuti fotografish, duke pretenduar se kishte organizuar kronologjikisht të gjitha momentet e veçanta të marrëdhënies së tyre. I gjeta të gjitha të ruajtura në zyrë, tha ajo, duke hapur kutinë e parë me kujdes teatral. Janë 5 vite histori e jona. Jam e sigurt se shikimi i këtyre fotove do të ndihmojë në zgjimin e disa kujtimeve. Ardiani i ekzaminoi fotografitë me interes të vërtet, por shpejt vuri re diçka të çuditshme. Megjithse fotot e tregonin qartë atë dhe Elirën së bashku në vende dhe situata të ndryshme, kishte një cilësi artificiale në shumë prej tyre. Disa dukeshin se ishin redaktuar digitalisht, me ndriçim jo konsistent ose perspektiva që nuk kishin kuptim. Të tjera tregonin situata që ai ishte i sigurt se nuk i kishte jetuar kurrë. Një foto në veçanti e intrigoi. Tregonte të dy në një plazh tropikal, gjoja gjatë muajit të mjaltit në Maldive. Ardiani kujtonte vagëll se kishte qenë në Maldive, por vetëm në një udhëtim biznesi disa vite më parë. Në fotografi, megjithatë, Elira shfaqej pranë tij, e veshur me një bikini të kuq, duke buzëqeshur para kamerës në një pozë krejtësisht natyrale. Ky ishte muaji ynë i mjaltit, tha Elira, duke vënë re interesin e tij për foton. Ti këmbëngule të shkonim në një vend parajsor, dhe se doje ta fillonim jetën tonë të martuar në mënyrën më romantike të mundshme. Ardiani e studioi imazhin më nga afër. Pamja e tij në foto përkonte me periudhën që ai kujtonte nga udhëtimi i vetmuar, por prania e Elirës ishte qartësisht e shtuar më vonë. Puna e redaktimit ishte profesionale, pothuajse e padukshme, por disa detaje zbulonin manipulimin, hija e saj binte në një drejtim të ndryshëm nga e tia, dhe cilësia e lëkurës në imazhin e saj ishte paksa e ndryshme nga pjesa tjetër e fotografisë. Është e çuditshme, komentoi Ardiani me kujdes, unë e shikoj këtë foto dhe kam një ndjesi të vagëll se kam qenë në këtë vend, por nuk arri të kujtoj se ti ishe me mua. Është normale, u përgjigj Elira shpejt. Mjeku tha se ndonjëherë fragmentet e kujtesës kthehen para të tjerave. Ndoshta ti kujton vendin, por ende jo emocionet dhe njerëzit e përfshirë. Përveç fotografive, Elira filloi të prezantonte artefakte të tjera të marrëdhënies së tyre. Një ditar që ajo pretendonte se e kishte mbajtur gjatë viteve të para të martesës, plot me rrëfime të detajuara të momenteve romantike dhe deklarata të pasionuara dashurie nga Ardiani. Letra dashurie që ai gjoja i kishte shkruar asaj, megjithse shkrimi ishte paksa i ndryshëm nga i tij. Ti gjithmonë ke qenë shumë romantik, tha ajo, duke treguar një letër veçanërisht të rrëmbyer. E shkrove këtë në përvjetorin ton të parë të lidhjes. Lexoje me zë të lartë, ndoshta ndihmon në zgjimin e ndonjë kujtimi. Ardiani e lexoi letrën, e cila ishte e mbushur me premtime të përjetshme dhe deklarata dramatike dashurie. Stili i shkrimit nuk përkonte me mënyrën e tij të shprehurit dhe kishte referenca për ngjarje që ai ishte i sigurt se nuk i kishte jetuar kurrë.
por ai interpretoi rolin e burrit të hutuar që përpiqej të rindërtonte kujtimet e humbura. Vërtet duket si diçka që do ta shkruaja unë, gënjeu ai. Megjithse nuk e mbaj mend ta kem shkruar, mund ta ndiej emocionin pas fjalëve. Buzëqeshja e kënaqësisë së Elirës ishte pothuajse e padukshme, por Ardiani e kapi. Ajo ishte qartësisht krenare për rindërtimin e saj të hollësishëm të së kaluarës, por gjithashtu po testonte se deri ku do të besonte ai në versionet e saj të fakteve. Gjatë kësaj periudhe, Ardiani vuri re se Elira kontrollonte rreptësisht kontaktet e tij me botën e jashtme. Kur miqtë e vjetër telefononin për të ditur se si ishte, ajo përgjigjej personalisht dhe shpjegonte se ai ende nuk ishte në gjendje të merrte vizita. Kur ortakët e tij u përpoqën ta kontaktonin për çështje urgjente të kompanisë, ajo i përgjonte telefonatat dhe premtonte t'i përcillte mesazhe që kur nuk arrinin tek ai. Po të mbroj nga stresi i panevojshëm, shpjegonte ajo sa herë që Ardiani pyeste për ndonjë kontakt të humbur. Doktor Henriku ishte shumë i qartë për rëndësinë e mbajtjes së mendjes tënde të lirë nga shqetësimet gjatë kësaj faze të shërimit. Marta, pastruesja, i vëzhgonte të gjitha këto zhvillime me shqetësim në rritje. Ardiani mund të shihte në sytë e saj një shqetësim që shkonte përtej kujdesit normal për shëndetin e tij. Ajo e njihte Ardianin prej shumë kohësh, njihte zakonet e tij, personalitetin e tij, mënyrën e tij të reagimit ndaj situatave. Dhe diçka në sjelljen aktuale të Elirës qartësisht e shqetësonte. Një mëngjes, ndërsa Elira kishte dalë për atë që e quajti konsult me specialistin e terapisë së kujtesës, Marta ju afrua Ardianit me nervozizëm të dukshëm. Zoti Ardian, tha ajo me zë të ulët, duke parë përreth për t'u siguruar se ishin vetëm, mund t'ju bëj një pyetje? Sigurisht, Marta. Çfarë ka? Ju vërtet nuk mbani mend asgjë nga 5 vitet e fundit? Pyetja ishte tepër e drejtë për të qenë thjesht kureshtje. Ardiani kuptoi se Marta kishte vënë re diçka, por nuk mund ta prishte skenën e tij, madje as për dikë të cilit i besonte. Jo, Marta. Është sikur këto vite thjesht janë zhdukur nga kujtesa ime. Pse? Marta hezitoi, qartësisht duke luftuar me një dilemë të brendshme. Është vetëm se disa nga gjërat që zonja Elira ka treguar për të kaluarën tuaj nuk përputhen me atë që unë kam parë. Ardianit i rahu zemra fort, por mbajti shprehjen neutrale. Çfarë do të thuash? Po, ajo ju tregoi atë foton tuaj në Maldive, apo jo? Por unë e mbaj mend qartë kur ju e bëte atë udhëtim. Ishte 3 vjet më parë dhe ju shkuat vetëm. Ishte një udhëtim biznesi, ju qëndruat vetëm 4 ditë dhe u kthyet duke u ankuar se nuk kishit pasur kohë as të shijonit plazhin. Ardiani e thithi këtë informacion duke u shtirur i hutuar. Je e sigurt për këtë, Marta? Po, jam. Dhe ka gjëra të tjera. Ajo ka folur për darka romantike që ju keni pasur në restorante specifike, por unë e di se ju keni qenë në ato vende me mua, kur më kërkuat të ju shoqëroja për të zgjedhur dhurata ditëlindjeje për të. Pastruesja bëri një pauzë duke parë përsëri përreth. Zoti Ardian, unë nuk dua të shkaktoj probleme, por diçka nuk është në rregull. Zonja Elira është ndryshe. Më kontrolluese. Dhe këto histori që ajo tregon disa janë të vërteta, por të tjerat. Të tjerat janë të sajuara, plotësoi Ardiani mendërisht, por me zë të lartë tha vetëm, ndoshta ajo po ngatëron datat ose po përzien raste të ndryshme. Stresi i situatës sime duhet ta ketë prekur edhe atë. Marta nuk u duk e bindur, por tundi kokën me ngurim. Ndoshta është kështu. Por nëse vëreni diçka të çuditshme, ose nëse keni nevojë për diçka, mund të mbështeteni tek unë. Kjo bisedë me Martën konfirmoi dyshimet në rritje të Ardianit për atë që Elira po bënte. Ajo jo vetëm që po kujdesej për të, ajo po rindërtonte në mënyrë aktive një version alternativ të realitetit, një version ku ajo shfaqej si gruaja e dashur dhe e devotshme që ndoshta kur nuk kishte qenë në jetën reale. Ishte në javën e 3 që situata u përshkallëzua në një nivel të ri. Elira njoftoi se kishte caktuar një takim të rëndësishëm për atë pasdite. E mban mend Ricard Aliun, pyeti ajo rastësisht gjatë drekës. Ai ishte është ortaku yt në disa investime ndërkombëtare. Dëgjoi për aksidentin tënd dhe dëshironte të vizitoj për të diskutuar disa projekte në vazhdim. Ardiani nuk kishte dëgjuar kurrë për Ricard Aliun, por u shtir se po bënte një përpjekje mendore për t'u kujtuar. Emri nuk më tingëllon i njohur. Çfarë lloj investimesh? Teknologji e gjelbër, energji të rinovueshme.
Ju ishit duke zhvilluar një projekt shumë premtues para aksidentit. Ricardi është i shqetësuar për afatet dhe ka nevojë për disa firma tuaja për të mbajtur gjithçka në rregull. Diçka në tonin e Elirës e alarmoi Ardianin. Kishte një urgjencë të fshehur në zërin e saj, një ankth që ajo përpiqej ta maskonte me shqetësim të dukshëm. Nuk e di nëse jam gati për diskutime biznesi, tha Ardiani. Mendja ime është ende shumë e hutuar. E di, dashuri. Por janë vetëm disa formalitete. Unë do të jem pranë teje gjatë gjithë kohës dhe Ricardi është një person shumë mirë kuptues. Nëse ndihesh i mbingarkuar, e mbyllim takimin menjëherë. Në orën 4 pasdite, Ricard Aliu mbërriti në apartament i shoqëruar nga një burr më i ri që u prezantua si Luka, asistenti i tij personal. Ricardi ishte saktësisht siç e kishte përshkruar Marku, hetuesi, duke i rreth 45 vjeç, i veshur mirë, me pamjen e besueshme të një ekzekutivi të suksesshëm. Luka duke i rreth 30 vjeç, mbante syze elegante dhe një çantë lëkure ekzekutive. Ardian e përshëndeti Ricardi me familiaritet të sajuar. Sa mirë të shoh në këmbë. Elira më tregoi për aksidentin. Si ndihesh? I hutuar, u përgjigj Ardiani sinqerisht. Më fal, por nuk i mbaj mend bizneset tona së bashku. Plotësisht e kuptueshme, tha Ricardi, duke u ulur rehat në dhomën e ndenjes. Në fakt, kjo mund të jetë edhe një avantazh. Mund t'i rishikojmë të gjitha nga fillimi, të sigurohemi që t'i kuptosh plotësisht projektet në të cilat jemi të përfshirë. Luka hapi çantën dhe nxori një sër dokumentesh mbresëlënëse profesionale. Kishte raporte të detajuara mbi projektet e energjisë diellore në Spanjë, investime në ferma ere në juglindje të Shqipërisë dhe një sipërmarrje të përbashkët për zhvillimin e teknologjisë së baterive të qëndrueshme. Ky projekt në veçanti, tha Ricardi, duke treguar një grup dokumentesh, përfaqëson një investim fillestar prej 5 milion eurosh nga ana jote. Kthimi i parashikuar është 400% në 3 vjet. Ardiani i ekzaminoi letrat me kujdes. Ato dukeshin legjitime në shikim të parë, me logo profesionale, firma të njohura notariale dhe gjuhë juridike të përshtatshme. Por kishte detaje të vogla që nuk kishin kuptim, data jo konsistente, referenca për legjislacione që ai e dinte se nuk ekzistonin, dhe terma teknik të përdorur gabimisht. Duket shumë premtuese, tha Ardiani diplomatikisht. Por duhet të rrëfej se nuk e mbaj mend të kem autorizuar këtë investim fillestar. Është krejtësisht e natyrshme, ndërhyri Elira. Ti nënshkrove dokumentet paraprake javën para aksidentit. Unë isha e pranishme, e mbaj mend në mënyrë të përsosur. Ricardi buzëqeshi qetësueshëm. E rëndësishme është se tani kemi nevojë për miratimin tënd për fazën tjetër. Janë vetëm disa firma në dokumente që ti tashmë i kishe miratuar konceptualisht. Luka prezantoi një sër formularësh, të gjithë me shenja me ngjyra që tregonin se ku duhej të firmoste Ardiani. Shumat ishin mbresëlënëse, transferta ndërkombëtare, investime në fonde offshore dhe autorizime për lëvizje financiare që arrinin në total më shumë se 15 milion euro. Këto duken shumë para, komentoi Ardiani, duke u shtirur me kujdesin natyral të dikujt të hutuar me situatën e tij financiare. Ti gjithmonë ke qenë një investitor agresiv, shpjegoi Ricardi. Gjithmonë thoshe se kthimet e mëdha kërkojnë rreziqe të mëdha. Dhe ky projekt përfaqëson mundësinë për të shumëfishuar pasurinë tënde në mënyrë substanciale. Ardiani vuri re se Elira vëzhgonte çdo reagim të tij me vëmendje intensive. Kishte diçka në sytë e saj që ai nuk e kishte parë kurrë më parë, një ftohtësi llogaritëse që kontrastonte plotësisht me shqetësimin e dashur që ajo kishte treguar javët e fundit. Kam nevojë për kohë për t'i studiuar këto dokumente, tha Ardiani më në fund. Gjendja ime aktuale nuk më lejon të marr vendime kaq të rëndësishme në mënyrë të nxituar. Zhgënjimi momental që kaloi në fytyrën e Ricardit u zëvendësua shpejt nga mirëkuptimi profesional. Sigurisht. Është një vendim i rëndësishëm. Ç'thoni sikur t'i lëm dokumentet këtu që t'i ekzaminoni me qetësi? Mund të kthehemi javën tjetër për firmat tuaja. Kjo do të ishte e shkëlqyeshme, ra dakord Ardiani. Pasi Ricardi dhe Luka u larguan, Elira tregoi një irritim delikat, por të dukshëm. Dashuri, ti gjithmonë i ke besuar Ricardit. Ai është një nga partnerët e tu më të vjetër dhe më të besueshëm të biznesit. Nuk e kuptoj këtë hezitim. Është vetëm maturi, u përgjigj Ardiani.
Me kujtesën time të komprometuar, duhet të jem edhe më i kujdesshëm me vendimet financiare. Por unë isha e pranishme kur ti miratove këto investime fillimisht. Mund të konfirmoj se janë legjitime. Ardiani e shikoi Elirën në sy dhe pa diçka që e ngriu për brenda. Nuk ishte dashuri, nuk ishte shqetësim, nuk ishte as irritim normal. Ishte frustrimi i ftohtë i dikujt planet e të cilit po kundërshtoheshin. Atë natë, vetëm në dhomën e miqve, Ardiani reflektoi mbi ditën. Skena e amnezis kishte zbuluar më shumë se sa priste. Elira jo vetëm që po fshihte ndjenjat e saj të vërteta, ajo po përpiqej në mënyrë aktive ta manipulonte financiarisht duke përdorur cenueshmërinë e tij të supozuar mendore si një mundësi për të nxjerrë shuma të konsiderueshme nga pasuria e tij. Ajo që e shqetësonte më shumë ishte sofistikimi i planit. Ricard Aliu nuk ishte një amator, dokumentet e tij ishin bindëse, sjellja e tij ishte profesionale dhe historia e tij mbi investimet e mëparshme ishte mjaft e besueshme për të mashtruar dikë vërtet të hutuar nga humbja e kujtesës. Ardiani kuptoi se nuk po përballej vetëm me një grua të pakënaqur apo materialiste. Po përballej me një operacion të organizuar mashtrimi, ndoshta duke përfshirë disa persona dhe të planifikuar me përpikëri për të shfrytëzuar besimin e tij dhe paftësinë e tij të supozuar mendore. Por ai kishte një avantazh që mashtruesit nuk e dinin, mendja e tij ishte plotësisht e kthjellët, dhe tani ai e dinte saktësisht se kundër kujt po luftonte. Nga ai moment, çdo lëvizje do të ishte e llogaritur për të mbledhur prova dhe për të përgatitur mbrojtjen e tij kundër asaj që ishte qartësisht një përpjekje e hollësishme për të vjedhur pasurinë e tij. Loja kishte ndryshuar plotësisht natyrën dhe Ardiani ishte i vendosur ta fitonte. Kthesa vendimtare erdhi nga ku Ardiani më së paku e priste. Mëngjesin pas takimit me Ricardin, Marta ju afrua me një shprehje që përziente nervozizëm dhe vendosmëri. Elira kishte dalë për atë që e quajti konsult mjekësore rutin, duke i lënë vetëm në shtëpi. Zoti Ardian, tha Marta me zë të ulët, duhet t'ju tregoj diçka. Dje, pas takimit, vura re se zonja Elira ishte shumë e agjituar. Ajo qëndroi deri vonë në zyrë, duke folur në telefon dhe duke përdorur kompjuterin. Kur më në fund shkoj të flinte, vendosa të hetoja. Ardianit i rahu zemra fort, por mbajti shprehjen neutrale. Çfarë gjete, Marta? Pastruesja shikoi përsëri përreth dhe pastaj nxori një celular të vogël nga xhepi i përparses. E gjeta këtë të fshehur brenda një libri në raf. Zonja Elira duhet ta ketë harruar ta ruaj siç duhet pas agjitimit të dieshëm. Ardiani mori aparatin. Ishte një smartphone i thjesht, pa identifikim të operatorit, qartësisht i përdorur për komunikime që Elira nuk donte të gjurmoheshin tek ajo. Munda ta hap sepse e pash zonjën Elira duke shtypur fjalëkalimin një herë, shpjegoi Marta. Është data e martesës suaj. Ardiani hyri në mesazhet e telefonit dhe ndiu një të ftohtë ti përshkonte shtyllën kurrizore. Kishte 10 biseda midis Elirës dhe Ricardit që datonin muaj para aksidentit të tij të supozuar. Mesazhet zbulonin një plan të detajuar dhe llogaritës që shkonte shumë përtej dyshimeve të tij më të këqija. Mjeku do të vërtetoj paftësinë e tij mendore të premten, shkruante një mesazh i Elirës për Ricardin. Pas kësaj, mund të bësh më shumë presion për firma. Po nëse ai reziston, përgjigjej Ricardi. Nuk do të rezistoj për shumë kohë. Po e rris gradualisht dozën. Pas 2 javësh, ai do të jetë mjaft i hutuar për të firmosur çdo gjë. Ardiani lexoi me tmerr në rritje një shkëmbim mesazhesh për medikamente që po i përzieshin fshehurazi në ushqimin e tij. Nuk ishin medikamente vdekjepruese, por substanca që shkaktonin çorientim dhe konfuzion mendor, duke krijuar simptoma artificiale që do të justifikonin një deklaratë ligjore pa aftësie. Kishte gjithashtu biseda për një neurolog të rem të quajtur Drusilla, i cili do të prezantohej si mendim i dytë mjekësor dhe që do të vërtetonte zyrtarisht paftësinë e Ardianit për të menaxhuar pasuritë e tij. Marta, tha Ardiani, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë, a e di nëse Elira ka vënë diçka të ndryshme në ushqimin ose pijet e mia? Pastruesja hezitoi, por pastaj tundi kokën seriozisht. Dyshova për diçka të tillë. Ajo ka këmbëngulur të përgatisë personalisht lëngun tuaj të mëngjesit dhe çajin e mbrëmjes. Tha se ishte për të siguruar që të bëheshin saktësisht siç rekomandoi mjeku. Por dje gjeta disa tableta të çuditshme të fshehura në kuzhinë. Ardiani vazhdoi të lexonte mesazhet. Plani ishte edhe më i hollësishëm se sa e kishte imagjinuar.
Ricardi nuk ishte thjesht një mashtrues individual, ai ishte pjesë e një organizate që specializohej në identifikimin e burrave të pasur dhe të cenueshëm, për të përdorur më pas gra tërheqëse për t'ju afruar atyre dhe për të ekzekutuar mashtrime të sofistikuara të përvetësimit të pasurisë. Ardiani nuk ishte viktima e saj e parë. Mesazhet zbulonin se ajo e kishte ekzekutuar të njëjtën skemë me të paktën 2 burra të tjerë në 10 vitet e fundit. Një biznesmen nga Durrësi kishte humbur 12 milion para se të zbulonte farsën. Një tjetër, një mjek nga Vlora, i ishin zbrazur plotësisht klinika dhe kursimet para se të ndërhynte drejtësia. Ardiani është objektivi më premtues deri tani, shkruante Elira në një mesazh për Ricardin. Pasuria e tij është substanciale dhe ai më beson plotësisht. Nëse gjithçka shkon sipas planit, mund të nxjerrim të paktën 20 milion para se dikush të dyshojë diçka. Ardiani mori frymë thellë dhe i tregoi disa nga mesazhet Martës, e cila i lexoi me një shprehje shoku në rritje. O Zot, murmuriti ajo. Zonja Elira si mund të bëj një gjë të tillë? Marta, kam nevojë për ndihmën tënde, tha Ardiani. Por së pari duhet të tregoj diçka të rëndësishme. Amnezia ime nuk është e vërtetë. Ushtira për gjithçka për të zbuluar nëse Elira më donte vërtet apo nëse kishte motive të tjera për të qenë me mua. Marta e shikoi me habi momentale, pastaj tundi kokën sikur gjithçka më në fund të kishte kuptim. E dija se diçka nuk ishte në rregull. Ju kur nuk keni ndryshuar kaq shumë personalitet, as me humbje kujtese. Ardiani shpjegoi shpejt planin e tij origjinal dhe se si situata kishte evoluar shumë përtej pritshmërive të tij fillestare. Tani nuk po përballej vetëm me një grua materialiste, por me kriminal profesionist. Do të mbledhim të gjitha provat e mundshme, tha ai. Dhe pastaj do të përgatisim një kurth që do të ekspozoj të gjithë këtë operacion. Gjatë ditëve në vijim, Ardiani dhe Marta punuan në mënyrë diskrete për të mbledhur prova. Marta fotografoi medikamentet e fshehura në kuzhinë dhe shënoi të gjitha oraret kur Elira përgatiste personalisht pijet e Ardianit. Ardiani ushtir se vazhdonte t'i pinte lëngjet dhe çajrat, por i hidhte fshehurazi më pas, duke i zëvendësuar me versione që i përgatiste vetë. Ndryshimi ishte i menjëhershëm. Pa medikamentet që shkaktonin konfuzion artificial, Ardiani ndihej më vigjilent dhe i fokusuar, megjithse vazhdonte të interpretonte simptomat e çorientimit kur Elira ishte e pranishme. Ardiani gjithashtu kontaktoi fshehurazi me Dur Henrikun, duke i shpjeguar të gjithë situatën dhe duke i kërkuar ndihmën për të ekspozuar planin kriminal. Henriku u trondit nga përpunimi i mashtrimit, por menjëherë pranoi të bashkëpunonte. Do t'i dokumentojmë të gjitha nga ana mjekësore, tha Henriku. Do të bëj analiza gjaku për të zbuluar substancat që po të administronin dhe do të krijojmë një dosje mjekësore që vërteton aftësinë tënde të përsosur mendore. Ishte gjithashtu gjatë kësaj jave që Marta bëri një zbulim edhe më shqetësues. Ndërsa pastronte dhomën kryesore, gjeti një fletore të fshehur në fund të një sirtari me të brendshme të Elirës. Është si një ditar, shpjegoi Marta, duke ia dhënë fletoren Ardianit. Por nuk është një ditar normal. Është sikur ajo po dokumenton një operacion ushtarak. Ardiani shfletoi fletoren dhe ndjeu të përziera kur lexoi shënimet e përpikta të Elirës. Ajo kishte dokumentuar çdo fazë të afrimit të saj me të, çdo teknik manipulimi të përdorur, çdo moment kur testonte se deri ku mund të kontrollonte emocionet dhe vendimet e tij. Ardiani tregon cenueshmëri emocionale tipike të burrave të suksesshëm që kanë humbur gruan e parë, shkruaj në një shënim të datuar disa muaj pasi ishin njohur. Vetmia e tij mund të shfrytëzohet me vëmendje të kujdesshme dhe afeksion të llogaritur. Kishte faqe të tëra që analizonin zakonet e tij, pasiguritë e tij, pikat e tij të dobëta emocionale. Elira e kishte studiuar Ardianin si një shkencëtar që studion një ekzemplar laboratori, duke identifikuar saktësisht se si ta manipulonte për të marrë përfitimin maksimal financiar. Një shënim veçanërisht mizor thoshte, Ardiani beson sinqerisht se jam e dashuruar me të. Diferenca në moshë e bën të pasigurt, gjë që e lehtëson manipulimin. Kur tregoj afeksion fizik të ndjekur nga një largim i lehtë emocional, ai përpiqet edhe më shumë të më kënaqë. Teknikë shumë efektive. Ditari gjithashtu zbulonte se Elira mbante regjistra të detajuar të rutinës së tij shoqërore dhe profesionale, duke identifikuar njerëzit që mund të përfaqësonin kërcënime për planin dhe duke zhvilluar strategji për ta izoluar gradualisht nga ndikimet e jashtme.
Marta përfaqëson një rrezik potencial, shkruaj në një shënim të kohëve të fundit. Ajo e njeh Ardianin prej shumë kohësh dhe mund të vërejë mospërputhje. Duhet të gjejë një mënyrë për ta larguar pa ngritur dyshime. Ardiani ja tregoi këtë pasazh specifik Martës, e cila u zbeh kur e lexoi. Ajo po planifikonte të më pushonte nga puna, pyeti pastruesja. Me siguri po. Ti ishe e vetmja lidhje me të kaluarën time që ajo nuk mund ta kontrollonte plotësisht. I armatosur me të gjitha këto prova, Ardiani formuloi një plan për të ekspozuar përfundimisht Elirën dhe bashkëpunëtorët e saj. Ai i telefonoi Ricardit duke u shtirur më i hutuar dhe i çorientuar se kur, gjoja për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij. Ricard, duhet të flas me ty urgjentisht, tha Ardiani me zë qëllimisht të dridhur. Po kam vështirësi të kuptoj çështje themelore financiare. Mendoj se duhet t'i firmos këto dokumente shpejt, para se gjendja ime të përkeqësohet edhe më shumë. Ricardi tregoi kënaqësi të maskuar keq kur e dëgjoi këtë. Sigurisht, Ardian. Si thua të darkojmë në shtëpinë tënde nesër mbrëma? Mund t'i rishikojmë të gjitha me qetësi dhe të finalizojmë dokumentet. Përsosur. Elira mund të përgatisë diçka të veçantë. Le ta bëjmë këtë një festë. Ardiani pastaj i telefonoi dy Henrikut dhe i shpjegoi planin. Mjeku pranoi të ishte i pranishëm në shtëpi gjatë darkës, i fshehur në një dhomë ngjitur, gati për të ndërhyrë në momentin e duhur. Mbrëmjen tjetër, apartamenti ishte përgatitur për atë që do të ishte akti i fundit i farsës së Elirës. Ardiani kishte instaluar në mënyrë diskrete kamera sigurie në pika strategjike të dhomës së ngrënies, me ndihmën e një tekniku të kompanisë së tij i cili besonte se po instalonte një sistem monitorimi mjekësor. Marta përgatiti një darkë elegante, por në udhëzimin specifik të Ardianit. Ajo e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte dhe ishte e përgatitur për rolin e saj në zbulimin final. Ricardi mbërriti saktësisht në orën 8, i shoqëruar nga Luka dhe një burr i tretë që u prezantua si Drusilla, neurologu që gjoja do të jepte një mendim të dytë mjekësor për gjendjen e Ardianit. Elira ishte rrezatuese, e veshur me një fustan elegant blu të errët, duke u sjellë si gruaja e përsosur që pret mysafir të rëndësishëm. Performanca e saj ishte e patëmet, por Ardiani tani mund të shihte falsitetin pas çdo buzëqeshjeje, pas çdo gjesti të dashur. Gjatë darkës, biseda kaloi natyrshëm te çështjet e investimeve. Dërë. Sylla, i cili dukej rreth 50 vjeç dhe mbante syze me xham të trash, e ekzaminoi Ardianin me vëmendje profesionale të rreme. Ardian, tha Drusilla pas disa minutash vëzhgimi, duhet të jemi sinqert me ty, gjendja jote neurologjike po përkeqësohet qartësisht. Është thelbësore që të organizosh çështjet e tua financiare ndërsa ende ke një farë aftësie për të kuptuar. Kjo është ajo që jam përpjekur t'i shpjegoj, ndërhyri Elira me shqetësim teatral. Ai duhet t'i firmos këto dokumente para se të jetë tepër vonë. Ricardi vendosi letrat në tavolinë, të gjitha të shënuara me etiketa të vogla me ngjyra që tregonin se ku duhej të firmoste Ardiani. Janë vetëm formalitete, shpjegoi ai. Investime që ti tashmë i kishe miratuar, thjesht duke pritur firmën tënde për t'u ekzekutuar. Ardiani mori stilolapsin me dorën paksa të dridhur, duke u shtirur me përpjekjen mendore për të kuptuar dokumentet. Gjithçka është shumë e paqartë, murmuriti ai. Por unë ju besoj juve. Nëse Elira thot se është më e mira për ne. Ishte në këtë moment që Ardiani ndryshoi plotësisht tonin dhe qëndrimin. Në fakt, tha ai me zë të fortë dhe të qartë, unë i besoj më shumë kësaj këtu. Ardiani nxori nga çanta e tij personale kopje të gjitha mesazheve të celularit sekret, fotografi të medikamenteve, faqe të skanuara të ditarit të Elirës dhe raportin mjekësor autentik që vërtetonte aftësinë e tij të përsosur mendore. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Elira u zbe menjëherë, Ricardi tira stilolapsi që mbante, Lukës i mbeti vera në fyt dhe Drusilla u përpoq të ngrihej nga tavolina. U luni, tha Ardiani me autoritet. Mbrëmja ende nuk ka mbaruar. Dërë Henriku hyri në dhomë në atë moment, i ndjekur nga dy hetues privat që Ardiani i kishte punësuar për të dokumentuar takimin dhe për të qenë gati të ndërhynin nëse ishte e nevojshme. Mirë mbrëma, i përshëndeti Henriku mashtruesit e shtangur. Unë jam Dërë. Henrik Kadiu, neurologu përgjegjës për rastin real të Ardianit. Dhe mund të konfirmoj se aftësia e tij mendore është e përsosur dhe gjithmonë ka qenë.
Ardiani e shikoi drejt në sy Elirën, e cila kishte humbur plotësisht qetësinë dhe e shikonte me një përzierje urrejtjeje dhe dëshpërimi. 5 vjet, tha ai me qetësi. 5 vjet duke jetuar pranë një të huaje. Një aktore profesioniste e specializuar në manipulim emocional dhe përvetësim pasurie. Ardian, unë mund të shpjegoj, filloi Elira, por ai e ndërpreu. Nuk ka asgjë për të shpjeguar. Ditari yt e dokumentoi gjithçka shumë mirë. Çdo teknik manipulimi, çdo moment i llogaritur afeksionit të rrem, çdo strategji për të më izoluar dhe për të më kontrolluar. Ricardi provoi një lëvizje të fundit, Ardian po bën një gabim. Këto dokumente janë legjitime. Dokumente me data jo konsistente, referenca për legjislacione inekzistente dhe firma të falsifikuara, u përgjigj Ardiani. Besoj se policia do të ketë shumë interes të analizojë këto mundësi investimi tuaja. Ishte në këtë moment që autoritetet të kontaktuara më parë nga Ardiani mbërritën në apartament. Elira, Ricardi, Luka dhe Drusilla i Rem u arrestuan nën akuzën e tentativës për mashtrim, grup i strukturuar kriminal dhe administrim të substancave toksike pa pëlqim. Ndërsa kriminalët po merreshin në paraburgim, Ardiani shikonte nga dritarja e dhomës së ndenjes dritat e Tiranës që shkëlqenin në natë. Ndjente një përzierje të çuditshme lehtësimi dhe trishtimi të thellë. Kishte zbuluar të vërtetën që kërkonte, por çmimi emocional ishte shkatërues. Zoti Ardian, tha Marta butësisht, duke ju afruar, ju bë të gjën e duhur. E di, Marta. Por kjo nuk e bën më pak të dhimbshme. Në ditët që pasuan, Ardianit ju desh të rindërtonte plotësisht jetën e tij. Hetimi policor zbuloi se Elira dhe banda e saj kishin viktimizuar të paktën një duzinë burrash në qytete të ndryshme të Shqipërisë, duke përvetësuar miliona në pasuri përmes skemave të ngjashme. Divorci u procesua shpejt duke pasur parasysh volumin e provave kriminale. Ardiani rikuperoi të gjitha pasuritë që ishin transferuar në llogari të kontrolluara nga Elira, por e dinte se asnjë sasi parash nuk mund të riparonte dëmet emocionale. Zbulimi publik i rastit shkaktoi bujë në media, por Ardiani e përballoi gjithçka me dinjitet dhe diskrecion. Më e rëndësishme se ekspozimi mediatik ishte se çfarë të bënte me pjesën tjetër të jetës së tij. Ishte gjatë një bisede me Dore Henrikun, disa javë pas gjyqit, që Ardiani mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e ekzistencës së tij. Henrik, tha ai, kalova 5 vjet të jetës sime duke u manipuluar nga dikush që studioi çdo aspekt të personalitetit tim për të më shfrytëzuar. Sa njerëz të tjerë po kalojnë situata të ngjashme, pa dyshuar asgjë? Ndoshta më shumë se sa do të donim të imagjinonim, u përgjigj mjeku. Atëherë kjo është ajo që do të bëj. Do të krijoj një fondacion për të ndihmuar viktimat e manipulimit emocional dhe mashtrimeve afektive. Dua ta shndërroj këtë përvojë të tmerrshme në diçka që mund të ndihmojë njerëzit e tjerë. Ardiani e shiti apartamentin në të cilin kishte jetuar me Elirën, së bashku me pothuajse të gjitha sendet që i kujtonin atë periudhë. Mbajti vetëm kompaninë e tij kryesore, duke ja transferuar menaxhimin operacional ortakëve të besueshëm dhe u zhvendos në një qytet më të vogël, në Pogradec. Aty, themeloi fondacionin Rinisja, një organizatë dedikuar për të mbështetur viktimat e manipulimit psikologjik, abuzimit emocional dhe mashtrimeve afektive. Fondacioni ofronte mbështetje psikologjike, këshillim ligjor dhe programe të riintegrimit social për njerëzit që ishin shfrytëzuar nga partnerë manipulues. Marta zgjodhi ta shoqëronte Ardianin në jetën e tij të re. Me mbështetjen e fondacionit, ajo hapi një kafene të vogël në qendër të qytetit, e cila shpejt u bë pikë takimi për komunitetin lokal dhe për të ndihmuarit nga organizata. Partneriteti midis Ardianit dhe Martës evoluoi natyrshëm në një miqësi të thellë dhe të sinqertë, të bazuar në besim reciprok dhe përvoja të përbashkëta. Nuk kishte maska, nuk kishte manipulim, vetëm dashuria e sinqertë e dy njerëzve që kishin përballuar së bashku një situatë të jashtëzakonshme. 2 vjet më vonë, Ardiani ishte në zyrën e tij në fondacion kur mori një letër nga një grua nga Shkodra e cila kishte zbuluar se burri i saj prej 15 vitesh mbante një identitet të rrem dhe kishte përvetësuar kursimet e tyre familjare. Ajo kishte lexuar për fondacionin Rinisja në një artikull gazete dhe kërkonte ndihmë. Ardiani buzëqeshi kur lexoi letrën. Nuk ishte një buzëqeshje trishtimi apo hidhërimi, por e një qëllimi të ri për të rirë. Çdo person që fondacioni ndihmonte përfaqësonte një fitore mbi manipuluesit dhe shfrytëzuesit që përfitonin nga mirëbesimi i të tjerëve.
Ai kishte humbur 5 vjet të jetës së tij në një marrëdhënie të bazuar në gënjeshtra dhe interes financiar. Por kishte fituar diçka më të vlefshme, aftësinë për të ndihmuar të tjerët të njohin dhe të shpëtojnë situatave të ngjashme dhe mundësinë për të ndërtuar marrëdhënie të bazuara sinqerisht në ndershmëri dhe respekt reciprok. Atë pasdite, Ardiani ecte nëpër rrugët e qeta të qytetit të tij të ri kur ndaloi para kafenesë së Martës. Përmes dritares mund të shihte disa nga njerëzit që fondacioni po ndihmonte, duke biseduar qetësisht, duke buzëqeshur për herë të parë pas muajsh apo vitesh manipulimi dhe abuzimi emocional. Ai kishte mësuar se e vërteta, sado e dhimbshme të ishte gjithmonë e preferueshme ndaj iluzionit më të bukur. Dhe se dashuria e vërtet nuk mund të ndërtohej kurrë mbi gënjeshtra, pavarësisht se sa mirë të ishin përpunuar. Ardiani hyri në kafene, e përshëndeti Martën me një përqafim të ngrohtë dhe u ul për të pirë një kafe me njerëz që, si ai, kishin zbuluar se ishte e mundur të rindërtohej jeta pas tradhtisë dhe shgënjimit. Njerëz që kishin mësuar se besimi, pasi thyej, mund të rindërtohej, por vetëm mbi baza vërtet të forta. Nëse kjo histori e Ardianit dhe udhëtimi i tij i zbulimit preku zemrën tuaj në ndonjë mënyrë, lini pëlqimin tuaj që të mund të arrijmë më shumë njerëz që kanë nevojë të dëgjojnë mesazhe shprese dhe rinisi. Abonoheni në kanalin ton për të mos humbur asnjë nga rrëfimet tona, sepse çdo ditë sjellim histori që zbulojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe forcën që gjejmë për të kapërcyer situatat më sfiduese. Komentoni këtu poshtë cila pjesë e historisë ju preku më shumë, ose nëse njihni dikë që ka kaluar një situatë të ngjashme. Fjalët tuaja mund të jenë inkurajimi që dikush ka nevojë për të gjetur guximin për të kërkuar të vërtetën në jetën e tij. Shihemi në episodin e ardhshëm, gjithmonë me më shumë histori që na bëjnë të reflektojmë mbi misteret e zemrës njerëzore.